e ka një gali kjo motra edhe s'ka faj, nuk ka faj, se thotë ja kalon baba amanet burrit para vdekjes mos e maj ma këtë grua. Tash burri a duhet me majt amanetin apo jo? Jo vëllai, nuk duhet me majt amanetin. Në Islam janë obligim me i majt amanetet e mira, amanetet e këqija jo. Mirë, nëse vjerë në këtë rast ose baba i burrit, nëse e din që ti ki vrejtje serioze, pse e kalon djalin me jetu me ty deri që a ditaj kur ka vdek? Nëse ke vrejtje serioze dhe e ka dit, atër është tratin dhe i djalit nëse e kam shef. Ska, baba djalit duhet me i tregunin një tjetër gjithësën drejt. është fjala për gjërat cilat nuk ban mi mshef. E tash unë po des, hajt, le amanet t'ja la unë e kësaj kilen, t'ja bëj një problem, le ta lëshoj e djali. T'ma she e sherën mua në mas vdekjes, ja. Andaj ky djal bën gabim nëse ti nuk ke kur far vrejtje, bën gabim me që këtë amanet, këtë budallaki në ven. Andaj keni kujdes, amanetet e pa kuptimta, amanetet që janë kundër mësimeve të islamit, nuk du të me qunë ven, nuk shohet gruja për një fjalë gojet dë babës, po ma le mu baba amanet, unë po dy mja që amanetin ven babës. Jo.